Mirë po, kjo sog nuk ka përfundu, kjo sog do të vazhdoj dhe sot në ora 10. Teoretikisht ende ka kohë, mirë po gjosat që të ketë një zgjidhje e cila del për te interesave të ngushta të liderëve, të partive në fjalë, janë të vogla. Unë dëshiroj që në diskutimin tonë të ardhshëm të jemi pozitiv dhe të themi se si në ora 10 ose në ora 11 me 28 prill. Pra ti mendon që për 3 orë mund të ndryshoj gjithçka? Kur nuk ndryshoj për kaq ditë dhe kaq muaj? Teoretikisht është e mundur, sepse faktikisht ata mund të vazhdojnë jo vetëm nga ora 10 deri në ora 11 azon, po ata kanë nga ora 10 e mëngjesit deri në ora 00. Domthonë në ora 23:59 sot. Ti mendon që do të përmbyset si situatë, Adnan, nga nuhatja jote politike? Pako gjosa. Megjithatë nuk është një interes sidomos të pozitës që të shkohet në zgjedhje, duke pas parasysh që Vjosa Osmani tani do t'i bashkangjitej në zgjedhjet e ardhshme LDK-s. Dhe kjo do ta rrezikonte megjithatë, ndonë se jo me një masë shumë të madhe në kuptimin e numrave, po do ta rrezikonte pozitën në kuptimin e përqindjeve elektorale që do ta fitonte. Prandaj teoretikisht është e mundur që ndoshta edhe lideri i vetëvendosjes, kryeministri aktual Albin Kurti, të ofrojë edhe ndonjë rokot tjetër, edhe pse ai po vetë fundit ka bërë disa manovrime që çojnë në drejtim të parafrimit të pozicioneve. Megjithatë edhe fatkeqësisht nga ana e opozitës nuk ka pas lëvizje të mjaftueshme. Edhe LDK-ja nuk ka qenë shumë e qartë në atë se çka ka ofruar. Ka thonë se ne i ofrojmë tashmë të votat e tona, që ka mundësi që tjetë edhe për Vjosën si kandidate, por pa e precizuar dhe pa e përdorur një gjuhë asertive ose absolute. Po, dhe figura e Vjosës ku qëndron në këto momente? Po, aktualisht figura e saj është e djegun, sa i përket kandidaturës për president në këtë moment. Pa qka që, ndonë se probabiliteti mund tjetë ndoshta 0.001%, duke pas parasysh se vetëvendosja nuk ka arsye super të mëdha për refuzimin e Vjosës, duke pas parasysh se Albin Kurti para disa muajve tha se nuk e kandidoi Vjosën nga që nuk i kishte numrat, dhe tani që LDK-ja gjysmë teoretikisht ka afru këto 15 votat e tyne, edhe mund të arrijë në një situatë ku ndoshta edhe Vjosa mund të konsiderojë, ndoshta probabiliteti është shumë i vogël. Po. Mirë, po nëse Vjosa ta bëra pyetje sepse duket sikur ka një lakim të figurës femërore. Kërkesa të paktën për të pasur një figurë të gruas në Kosovë. E vërtet është, por unë nuk e shoh, si ta them, këtë lakim, me përdor të njëjtën fjalë që përdor ju, një lakim i cili vjen natyralisht. Ka imponim. Diskutimi. Jo, është më shumë një tentim për të akomoduar më shumë teket e liderëve kryesor politik, të cilët lider janë meshkuj. Sigurisht edhe në rastin e Feride Rushitit ose Hatixhe Hoxha, po si kishte emrin këto dy kandidatët e mbrëmshme. Donë se Feride Rushiti është megjithatë një lloj personaliteti. Kandidatja e dytë nuk është fare, por është vetëm një mënyrë për t'ja akomodu teket e liderëve. Nuk është se ka ndonjë avancim natyral të pozitës femrës politikone në Kosovë. Ne po e diskutonim, Adnan, faktin që mbase mund të jetë fakti i një gruaje si presidente e Kosovës për të bindur mbase opozitën edhe për gjetur një balancë. Pra është një strategji për gjetur një balancë edhe për të shkuar drejt një konsensusi pa shkuar drejt zgjedhjeve, sepse vetmja figurë mashkullore ka qenë zoti Konjufca në 4 emrat e përmendur. Po, është vërtet. Fakti që vetëvendosja ka ofru këto dy emra, dhe të dyja janë femna dhe vinë, sidomos Feride Rushiti vjen nga, si ta them, nga shoqëria civile. Kjo është një strategji, s'paku një taktik e mirë e vetëvendosjes dhe Albin Kurtit, dhe taktikë e cila mund të sjellë edhe përfitime në zgjedhje që janë pothuajse të pa evitueshme. Dhe teoretikisht në këtë drejtim edhe
PDK-ja dhe LDK-ja nuk është se kanë arsye të mëdha për ta refuzuar. Por në të njëjtën kohë kritika mund t'i adresohet edhe vetë lëvizjes vetëvendosje. Unë si një qytetar i thjesht do e pyesja Albin Kurtin, cilën e kam mbështet i 2019-2020, por së fundi, pse të mos propozoj që në fillim Feridja ose të tillët kandidat që dojnë për te partive, pse të mos propozojnë në fillim, pse të pritet dita e fundit që të bëhet shumë e drejtë. Po, sërish opozita duket sikur nuk është dakord tashmë. Sërish opozita duket sikur nuk është fare në dëshirë për të shkuar drejt një konsensusi, por do që të shkojë drejt zgjedhjeve të jashtëzakonshme, pavarësisht se mund të ketë edhe emra të mirë. Kush mendon që është emri më i mirë nga të katërt? Pra, qëndron për Feridë Rushitin?